Gëgnishtën nuk e kam zgjell për me fol, po jam lind me ta. Gëgnishtja është kjo që unë jam. Tuar prej një zone të thellë malore në verilindje të Shqipënisë, tu ken pjesë e një qyteti siç është Shkodra që me Gëgnishtën është kriju, është lind edhe është zhvillu kush është sot, si djep kulturë dhe me gjitha personalitetet që ka nxjerr në kohë, është e pamujtën që ta refuzosh dhe as të pranosh të tjetërsohesh prej boshtit aq shpirtëror dhe aq të rëndësishëm historik edhe kulturor që vetë ka Gëgnishtja në vetvete. Kështu që e foluna për mu në parlament, në këtë tempull demokracie ku jam zgjedhur për me marrë pjesë, është përfaqësim mbi gjitha, sepse përfaqësoj një rajon që është identifiku gjithmonë me Gëgnishtën, që Gëgnishtën e ka në gjenezë edhe është pjesë e jetës në tana dimensionet për ta. Kështu që nëse unë flas një gjuhë tjetër prej tyne, atëherë do të thotë që unë po devijoj prej përfaqësimit që unë duhet t'ju baj atyne. Unë gjimnazin e kam ba tek Jezojt në Shkodër, tek atë Pjetër me shkalla. Dhe në dyert e çdo klase kishte emna të shkruam. Ishin emnat e martirëve. Dhe në ditën e parë të shkollës, në vit parë, moj mend që mësuesat kujdestar na kallëzunen domethënien edhe historinë e çdo emni që ishte shkruar në derën tonë. Tu fillu prej te A. Gjergj Fishta, A. Daniel Dajani, Tom Rejzadeja dhe shumë të tjerë. Shumë prej tyne, kolos intelektual, ajk, elit e kohës edhe përtej atyne kohnave, që dhanë aq shumë për Shqipninë, për që fatkeqësisht Shqipnia ja u ktheu në atë mënyrë të pamerituame. Është një plagë shumë e madhe. Unë shumë shpesh e menoj vetë me veti se si do ishte sot Shqipnia nëse ajo elit, ajo ajk, mendje dhe shpirti do kishte marrë fatet e vendit në dorë. Beso e menoj shumë shpesh, por siç ka thënë atë Zefplumi rno për me tregue, atë libër e kam lexuar dhe do i rikthehem dhe besoj çdo shqiptar duhet ta lexojnë që të mos të harrojnë kurrë edhe të kena tonë mirënjohjen për veprën e jashtëzakonshme që ata kanë lënë pas, sepse ata që kanë sjell franceskanët, jezuit, pra një pjesë e madhe tyne janë martirë që po flasim, Shkodrës e Shqipënisë si askush ma përpara dhe nuk mund ta krahasosh me asgjë tjetër, flet vetë vepra tyne, të sakrifikohesh në emën të lirisë dhe në emën të asaj çka është e vërteta edhe të idealit tan, flet përtej çdo lloj libri, arkive edhe dëshmie tjetër. Kjo është dëshmia më e fortë që duhet ta kena padyshim si pikë referimi, vështirë me i qëndrue sepse është aq nalt mbi ne për pastërtinë që ka, por besoj mund të jetë një far i mirë. Ajo zonë padyshim është një ndër zonat, jo vetëm të Shqipënisë, po mund ta them me plot binje edhe të Ballkanit, që ka vojt edhe që është diskriminu ma shumë të ma për gjatë tana etapave të historisë. Kjo prej pozicionit gjeografik që ka, largësisë me epicentrat që ka pas Shqipënia e Ballkanit ndërkohë, por edhe për shumë faktorë të tjerë kulturor. Po të njëjtën kohë, tu kanë kaq e izolume dhe e anashkalume prej qendrës, ka bët mujtën që në ashpërsin vojtjen shumë të madhe dhe sakrificën atyne njerëzve të ruhen do vlera natyrore, njerëzore dhe kulturore që unë i përmend shpesh sepse duhen përmend që realisht as bota i ka hup, por këto vise dhe këto vende i kanë ruajt, si në një ark, si dhe ajo arka që nana tona ruanin gjanat ma çmush me tyne, një ashtu dhe ato zona kanë ruajt vlerat, parimet edhe ton dashninë e tyne të shpirtit njerëzor edhe të vetë maleve. Sfidat janë shumëta, për vetë arsyen që shteti ka pas shumë pak dorë ose as pak, tu ja fillu me rrugën, mund përmeni rrugën e Komanit që është në proces dhe ka kenë
ka kanë gjoja më rëndësishme për mu nis, para se me ndalë emri në listë në marsin e vitit kaluam, sepse në atë rrugë ku kalot për me shkollë të shtëpia jeme, ku jam rritë dhe ku familja jeme ka origjinën edhe jetën, por njëjtën ko një rrugë ku kanë hum jetën shumë njerëz, shumë bashkëtar të mi. Dhe për mua ishte pa falshme që të bëj një kapërcim kaq të madh prej atij fshati në politikën e Tiranës, pa lënë një gjurmë përmirësimi në rrugën e zonës teme. Masane i prapë me vazhdu me rrugë se pa rrugë nuk ka jetë, është rruga e Dukhaxhinit, që është beteja edhe vullneti e më i mirë politik, njerëzor edhe aktivist për me realizu këtyne banore, po për krejt zonën që do hapte një kapitull shumë të bukur zhvillimi edhe turizmi për tonë Shqipninë edhe matej Shqipnisë. Sfida tjera është që me rikthy njerëzit, sepse tu fillu prej 90-s, siç e përmendi, njerëzit janë largu drejt vendeve tjera jashtë Shqipnisë, drejt qyteteve tjera, tu mos pa një rrezë shprese për shkak të mungesës investimeve në shëndetësi, në arsim, distancës madhe, po tash kohënat kanë ndryshu dhe objektivat edhe vetë botës dhe mënyrës se si bota e sheh këto vende ka ndryshu dhe ka mundësi të reja edhe mundësi dhe më të mëdha për rinin që para 20 vitesh, lene ma në atë kohë, as nuk janë imagjinu ndonjëherë. Drini duhet jetë thirrja tonë atyre që kanë bëjnë me ujin, që konsumojnë ujë. Pra gjithkujt prej nesh, realisht. Drini është një thirrje e krejt natyrës, e krejt zonës, e mira turistave që kanë vizituar vend ndër këto vite dhe kanë pyet se pse po bëhet kjo masakër natyrore me këtë vend. Unë jam vetë dëshmitare, si banore, si dashamirëse dhe aktiviste e natyrës, por edhe si iniciatore një nisme turistike në atë vend me neomalsoren, dhe kam pas se sa e rëndësishme, por edhe se sa e dëmshme është për ne të njëjtën kohë nëse na e anashkalojmë këtë tematikë. Nëse na bëjmë sikur ky problem nuk ekziston, ky problem nuk do zhduket, veç do rritu ushtu dhe më shumë. Është shumë e rëndësishme që të ketë një marrëveshje, siç e përmenda, me Kosovën, sepse Drini i Bardh pikërisht atje fillon në Pej, edhe ta prekum problemin prej në gjenesë që të arrijmë për me i dhënë një zgjidhje sa më të mirë të mundshme. Mandej, kapitulli i mjedisit është një ndër faktorët, pjesët më kryesore që ka procesi i integrimit vendit tonë në Bashkimin Evropian, edhe më e vështirë në shumë aspekte, dhe kjo e bën edhe më të rëndësishme që na të ndërgjegjësona si qytetarë dhe si politik që të bashkëpunojmë, të zhvillojmë një strategji dhe të merrena me këtë çështje ku unë ndjek drejta alarmin në foltore. Unë do të nisi një fushat edhe Drini 2030 do jetë thirrja jeme për krejt politikën shqiptare, por edhe për atë kosovare dhe për çdo banor të Republikës së Shqipnisë dhe kryesisht ata të qarkut Shkodër që të ndërgjegjësohena dhe të merrena një herë mirë me Drinin. Unë kam një lidhje shpirtënore shumë të fortë me Drinin sepse jam rrit aty, edhe janë dy momente të jetës time në fëmijëni që kanë bënë me Drinin që unë jam krejtësisht e bindur që kanë formu këtë që unë jam sot. Unë maj mend ndër turistat e parë që na kanë vizitu 2 çifte franceze. Ishte viti 2011 dhe unë jam kënë 11 vjeqe. Baba jem ka kënë varktar, kapiten në atë kohë, ndër të partë në luginën e Drinit, me shumë siguri të partë tu mund ta kenë njoft, dhe u ente me turista. Ndodhë që për shkak të kushteve dhe të terrenit, një nga çiftet franceze, ndërsa po largohej prej të shtëpia jonë, boti i kuq dhe u i kuq në breg, e din që është shumë i rrshitshëm, dhe francezes i rrshet kama dhe nxjerr krahun. Në atë kohë nuk ishte val telefoni, nuk ka sot, por ishte edhe më vështirë për me gjetë një pikë komunikimit dhe për me ardhur në Nim. Nimin e shpejt hiç se hiç, harroje. Ishte vetëm një skaf edhe një anija babs. Ishim vetëm unë edhe vllai. Dhe për me arrit më shpejt te urgjenca në komand,
Vllai thot, jam i detyruar për me marrë skafin dhe zonjen, por duhet ti marrësh 3 tjerë me anijet babs, se ndryshe unë vënohem shumë dhe do jetë vonë për me ja dhënë nimen e shpejt. Kështu vllai ik me zonjen që ishte lëndunkra, dhe unë për herë të parë mu besoj një timon. Një anije që ishte 30 herë më madhe se unë. Në gjatësi, në vjetërsi, e në forcë, ndoshta 300 herë më madhe se unë. Edhe unë nisem, ma i men që isha aqe vogël, 11 vjeçë, e shkurt, sa mu duhet e menet në kam me mrit timonin, se nërshë nuk mu isha. Dhe unë e marrë drejtimin anijes me 3 francezë që mendoj mund të kenë shkrep një 500 foto, deri sa kena mbrin komand një ultim 1 orë e gjysë, në atë kohë varkat ishin ma të kadalta, kena mbrin komand, kur nuk dhe da harroj frikën teme, kisha frikë se po i thej motorin babs. Edhe kisha frikë se po mërthej në drut e drinit, drut që bjen drini, edhe kur kam rri në komand, shikimi krenar që më ka dhënë baba, në atë moment, për mu ka shënu tanë vetbestimin që unë kam nërtu edhe që kam alasot edhe në politikë. Dhe i dyti? Dhe i dyti ashtë po prap me një vark me turista. Kishin met një grup turistash qek në Lumë Shalës, ishte krejtësisht fillimi, nuk ishte as gjas, tenda, as bare, ata kishin arë prej luginës së Shalës në një mënyrë shumë aventureske dhe kishin met pa bukë. Nuk ishte as kush në atë zonë për me ju ardhë në Nim, dhe mu më merë vllai në telefon prej komanit, i thot ti e vetmja që një aty në njerëzë mundesh me u qit me hangër. Ne në breg kishim një vark që ishte plot me dru, 2 kisht pa hin ujë, edhe ishte mozg, buz mramje. Por prevalote nevoja mikut, dhe nuk duhe me avun diskutim edhe pse unë isha fëmijë. Dhe nana mje buken me veti, e vun si për drujve dvarks, edhe më thot, ta priv zoti marrë më i qik. Unë jam nis luginës drinit prej ku fillon kulla jonë për me shkua në Lumë Shalës, shumë frikë e madhe, se aty duhet me njek gjarpnushet e lumit, edhe jo me e drejt si kur jenë liqen, edhe nuk duhet me harru se mund të gabosh edhe rrjedha mund të penalizote. Me shumë frikë kam arrit deri në breg të Lumë Shalës, dhe habia e turistave qek kur kanë po një fëmijë me një vark, ka kene jashtëzakonshme, por edhe gëzimi tyne sepse vishin prej një udhëtimi shumë të vështirë dhe ma në fund kishin bukë me hangër mas tona sajurie që kishin. Kjo po dyshim që ka hell baza të forta në themelet e mia për edhe në lidhjen time shpirtërore me drinin, se drini më ka ruajt në disa momente ku s'kam mujt me rujt as vetin, as unë vetin, as familja mu, se e tillë ishte situata. Që drini për mua është për të një lumi, është frymim, është historia jonë dhe është rrjedha në kuptimin e parë dhe dytë fjalë që ka ndryshuar jetën ta një atyne komuniteteve në 2 anë të veta, sepse prej ndri i palundrushëm ku shpesh edhe mallkohej, në 85 me ndërtimin e hidrocentralit u bë liçen, penalizoi disa me shtëpiat dhe kishat vjetra që meten nan ujë, por i hapi frymen edhe dritaren një zhvillimi që falë të cilit sot po njeh tan bota atë vend, edhe njerëzit po inkurajohen mos me jetu ma për hall e me hall, po me dëshirë edhe me qef. Unë edhe mas hymjes teme në politikë, unë prap du ma shumë gjubletën se kostumin. Që jam munua me i majt teshat e mia, petkat e mia, pavarësisht ndryshimit shumë të madh që kam mësu në këtë rrugtim. Padyshim që politika është mënyra e vetme, ndoshta fatmirësisht dhe fatkeqësisht, për me ju dhanë zgjidhje shumë problemeve të mëdha, sidomos në një zonë prej nga dhe jonë që këto probleme i ka pas shumë të mëdha. Unë e pash Partinë Socialiste, realisht si të vetmen zgjedhje që është munu për me i dhanë zgjidhje shumë problemet maja kombëtare, por edhe rajonale e lokale që ka fillu së fundi me i prek si asnjëherë tjetër ma përpara. Dhe për këtë jam falenderuese dhe mirënjohëse dhe ka kenë edhe shtys për pjesëmarrjen time në këtë forcë politike. Padyshim që është një rrugtim jo i lehtë,
dhe nuk e kam prit dhe nuk e pres të jetë e lehtë, por unë pres dhe kqyri ma shumë nga vetja se sa nga tjerët. Ato që ka mundem unë me ba dhe kam edhe besoj se do gjej hapsina për me mujt me qu zonin tem për gjona që me të vërtet vlejnë. Nevojat janë të pafundme, por unë mendoj që është nevojshme me kap kauza të vogla një nga një që e prekun jetën e përditshme të njerëzve dhe që njerëzit të ndjehen edhe të jenë realisht sa më të përfaqësuar. Në këtë 6 mujor, unë kam prek disa tema edhe kam qëndru shumë lokale të njëjtën kohë, siç është tematika e shërbeles që prek mira familje në zonën e 2 malsive edhe të postribës edhe të vetë qytetit, të mundu për me ndërgjithsu jo vetëm politikën, po dhe bizneset, se sa e rëndësishme është të konsumojmë shqip edhe se çfarë potenciali natyror ne kena. Ne i ka falë tana Zotin, e thjesht duhet hapim syt edhe të lujmë duart për me bërë gjonat e duhura dhe me lidh mekanizmat që t'jetë e prekshme për tanë shoqërinë tonë, piramidën tonë shoqërore. Dhe tjetra sapo ceka çështjen e drinit që do ta njihu si një kauzë temën për drinit 2030, si një kauzë që ka me dhënë zgjidhje shumë probleme, që nuk është një alarm estetik, është një alarm ekonomik në fund të ditës që përkthehet çdo gjë në ekonomi dhe për njerëzit kjo është më e rëndësishmja dhe kjo lidhet më së shumti drejt për drejt me jetën e tyre. Pra, unë do fokusohem tek njerëzit, tek të kenë një përfaqësi sa më dinjitoze për ta dhe mu mundu me i ofru zgjidhje sa më konkrete dhe të prekshme, pa hub në tentativën e politikës madhe. Kjo është një tërë që sapo ka nis me tanë hierarkinë e forcës tonë politike, që nga qeveria, ministra, deputet edhe gjithë ne, ku parashikohet që të prekum çdo terren dhe çdo copës shqipnie në të anët e saj. Kjo edhe si një simbolik transparence për me ju kallëzu njerëzve se me çfarë po angazhohen, çfarë po bëhet në emrin tyre dhe për ta, dhe se çfarë planifikohet për mu bë më tej dhe për mu çu më tej. Janë 9 tematika të ndryshme për 9 fusha shumë të rëndësishme që prekun vendin ton, për 9 javë rresht. Sigurisht që kryesor mbetet prioriteti më i madh është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo është një projekt mbar kombëtar, mbar shqiptar, ku forca jonë politike ka dëshmuar që e ka marrë si një angazhim edhe si një përgjegjësi shumë serioze dhe po punon fort për me qu dhe për me bërë realitet sa më parë. Pra, punë e Shqipërisë është përpjekja jonë dhe plani jonë për me taku çdo shqiptar në çdo cep të saj përfshirë diasporën, ku do jetë së shpejti edhe vetë samiti në prill, për me ju bë të ndjenë dhe për me i përfshi sa më shumë në proceset tona politike dhe vendimarrëse. Kauza e integrimit në Bashkimin Evropian të vendit tonë është kauza më e madhe dhe më e rëndësishme që duhet kena gjithë bashkë për te çdo forcë dhe për te çdo ngjyrimi politik. Kjo sepse është mundësia jonë e ardhë dhe nuk kemi qenë kur më afër drejt arritjes dhe antarësimit të vendit tonë, pikërisht në këtë familje të madhe që shqiptarët e kanë ndruar shumë kohë para se lindja edhe unë. Dhe besoj se në emën të atyre që kanë kalu, që janë dhe po punojnë, por edhe në emën padyshim të brezave të ardhshëm, ne duhet, siç e ka marrë Partia Socialiste me shumë përgjegjësi dhe angazhim serioz këtë nisëm, duhet ta marrin të gjitha partitë e tjera politike. Të gjitha referencat nga Brukseli dhe institucionet e Bashkimit Evropian janë tejet pozitive dhe këto flasin me raporte dhe me përgjigje zyrtare që Shqipënia është në rrugën e duhur. Pjesa tjetër janë debati brendshëm politik që nuk i shërbejnë Shqipënisë, por i shërbejnë interesave personale të një opozite zhurmuese që në këtë rast ftesa vazhdon me kënd që ti bashkohet kësaj kauze kaq të madhe që mban ngjyrat e Shqipënisë edhe të ardhmen e Shqipënisë për te çdo gjë tjetër.
Gjatë studimeve të mia për shkenca politike dhe leximeve filozofiko-politike që kam ha shpesh në historinë politike të shteteve dhe shumë më të zhvilluara se sa këto të vendit ton, debati politik ka qenë gjithmonë i pranishëm në ato vende ku ka pas edhe demokraci funksionale. Partia Socialiste ka dëshmuar në vitet e fundit që është një forcë e hapur, një forcë që i pranon edhe është e hapur ndaj frymave të reja, njerëzve të rinj edhe mendimeve ndryshe, edhe kjo është një vlerë që besoj që vetëm kjo forcë politike e ka tregu si e vetmja dhe si më e madhja në këto vite që flasim, edhe e gjithë kjo tregon edhe përveç pjesëmarrjes së lartë të rinisë dhe pjesëmarrjes së lartë të grave, pikërisht lidhet me atë demokraci të fortë edhe të qëndrueshme siç e përmenda edhe më përpara. Unë e shoh këtë si një frymë ndryshe që ka vetë Partia Socialiste, brenda edhe jashtë saj, që ka thënë që ka vend për të tanë, për mendime ndryshe, për qëndrime ndryshe, dhe Partinë Socialiste me gjitha etapat e saj dhe lëvizjet që ka pas vitet e fundit, e vlerësoj edhe besoj se